Brillante propozuese që ato sjellin apo jo? Për shumë vërtet dhe faleminderit shumë këtë po ja them live edhe për promovimin që i keni bërë kolegeve të mia, të cilat e kanë pasur po me kaq pasion, besoj, çështjen e TEDx-it dhe ndoshta dhe faljush promovimi që ju bë atij eventi paraprak, solli dhe suksesin që ato patën. Po, është e vërtetë që pati sukses. Edhe ne në UET u licencuam. Aplikimi u bë si student prej meje, sepse funksionon vetëm në këtë lloj procedure që një individ e merr përsi për ta organizuar të gjithën dhe doli me sukses në nivelin e suksesit universitar. Dhe jemi shumë kurioz në fakt na rrëfesh pak më pas se çfarë është folur, cilët kanë qenë njerëzit që kanë referuar, çfarë janë dhënë aty ide të reja. Vërtet shumë kurioz sepse gjithmonë kur bëhet fjalë për konferencat TEDx mësojmë gjëra të reja. Andi Skënderi, përfaqësues i zyrës së kujdesit ndaj studentëve dhe i klubit të ekselencës në UET. Pas ka dy funksione, është zyra ndërkohë e kujdesit të studentit. Këtë dëgjojmë për herë të parë në fakt si koncept paktën. Në fakt nuk është e përhapur shumë në universitete, sidomos në ato publike kryesisht. Privatët tek tuk mund ta kenë këtë gjë. UET-i ju e thatë vetë, bën shumë gjëra të reja, edhe motivuese dhe në këto kushte edhe pjesa e kujdesit ndaj studentit është një hallk shumë e rëndësishme e funksionimit të jetës studentore me një numër shumë të madh studentësh, cilët kanë problematika shumë ndryshme, kanë dëshira shumë ndryshme, kanë përfaqësime shumë ndryshme në këto kushte, ne mundohemi që të gjitha këto t'i mbledhim në një zyrë që është zyra kujdesit ndaj studentit. Pra, jemi një urlidhse tipike midis stafit akademik dhe jetës studentore të studentëve. Po ndërkohë drejton edhe klubin e ekselencës, që janë studentët e shkëlqyer të universitetit? Po, janë studentët e shkëlqyer. Ju do t'jeni besoj të gjithë që jeni këtu në studio të ftuar pjesë e këtij klubi apo jo? Po. Unë jam një ndër studentët e ekselencës, tash i mbaroj masterin në UET, kam 5 vitet e mia studimit kontribuar në atë universitet. Dhe në këto kushte, duke qenë se drejtoj dhe pjesën e zyrës kujdesit ndaj studentit, më është dhënë dhe mundësia që të jem dhe drejtuesi i zyrës ekselencës për studentët ekselent në projekte ndryshme të cilët ne realizojmë dhe synimet më teshme mbas jetës akademike, ku përfaqësojmë dhe emrin e universitetit, po patjetër dhe emrin tonë si qytetar. Sigurisht. Dhe do të mësojmë më tepër edhe në lidhje me këtë projekt tuaj, me këtë organizim gjithashtu tjetër në vazhdën e gjithë këtyre ideve të reja që sjell gjithmonë UET, por do të ndalojmë tek revista. Është e para, për cilën ne kemi përgatitur dhe një material. Bisej aty është kryeredaktore. Unë fillimisht do të bëj një pyetje se nuk mundem dot. Me këtë emër tim ka bërë shumë përshtypje. Nuk besoj se ka njëri që s'ta bën këtë pyetje ai që të takon apo jo. Çfarë do të thotë Bisej, nga vjen ky emër? Është emër shqiptar dhe është maja një mali në Zagori, në Nivan. Ma ka vendosur gjyshja dhe shumë bukur. Ja dëgjuam dhe një gjë të re. Bisej, një emër tërësisht shqiptar. Nuk tingëllon as pak i tillë, por që nga 100% shqiptar. Bisej është me mbiemër Kapo, Bisej Kapo është kryeredaktore e revistës Studenti Viti Zero. Gazetare jona Imona Vogli ka përgatitur një material ku na njeh pikërisht me përgatitjet e numrit të parë kur ju keni përgatitur revistën dhe ndërkohë përgatitjet e tjera për numrin pasardhës. E ndjekim tek themi në studio. Një jetë studentore plotëritëm e mbushur me dëshira dhe pasione. E kush nuk do ta dëshironte të tillë periudhën universitare, ambientin më ideal për të ushqyer dhe rritur aspiratat e të rinjve. Nga dëshira për komunikim, për të patur një zë të fuqishëm dhe me identitet, studentët e Universitetit Evropian të Tiranës kanë krijuar një revistë. E titulluar Student Viti Zero, kjo revistë aktualisht ka marrë duke nxjerrë në dritë botimin e saj të parë. Realizuar në çdo hap të saj nga vetë studentët, që nga ideatorët, realizuesit e shkrimeve, redaktorët, përkthyesit, fotografi, faqosësi e tjerë, kjo revistë ka në thelb gjithë përfshirjen e personave të cilët në mënyrë vullnetare dëshirojnë të angazhohen në sferën e gazetarisë. Në faqet e saj gjenden rubrika të ndryshme që nga temat universitare, recensat letrare, por nuk mungojnë as historitë komike të pasqyruara përmes animacioneve. Grupin iniciator të kësaj reviste i gjejmë në punësipër në ambientet e redaksisë, duke diskutuar për detajet e fundit të numrit të radhës. Kemi një shkrim të zëmë? Në njërën që të vendosim që kemi të parë. Dhe t'i bëjmë një ndarje të vogël këtu. Këtu kemi shkrimin. Këtu e kisha fjallën e dhëmë. Ta fillojmë me tregimin.
E këti. E Spiros, e fillojmë këtu. E vazhdojmë të paqja tjetër. Vazhdojmë këtu pastaj. Të koordinuar nga kryeredaktoria Bisej Kapo, grupi redaktorëve por edhe fotografi i revistës shkëmben ide për konceptin dhe materialet e numrit të radhës. Në revistën universitetit s'duhet kemi fotografia apo imazhe statike, të duke një produksion ca goca veshur thjesht të bukura. Duhet paraqesim jetën e një studenti, e disa studentëve ashtu siç është të zhurmshme, të qeshur, të mërzitur. Duhet të jetë shumë dinamike si fotografi, edhe në imazhe. Prandaj nuk them që duhet përdorim këto. Unë jam shumë dakord të hequr këto. Dhe për të vendosur fotografinë. Se nuk është do shumë kohë, thjesht fotografosh jetën në universitet ashtu siç është. Përpunimi grafik, ose siç njihet me termin gazetaresk faqosja e shkrimeve, është faza e radhës ku kalon puna në revistë. Aktualisht, çështja më e rëndësishme në këtë proces është zgjedhja e kopertinës për numrin e ri. Si një dritare ku mund të komunikohet lirshëm, revista Studenti Viti Zero në UET është një mundësi për të gjithë studentët e apasionuar që duan të përshfaqin aftësitë e tyre. Ishte edhe materiali që kishin përgatitur, një revistë interesante, shumë e pasur me çfarë Bisej, apo jo, kishte tregime, çfarë përmban tjetër? Ka tregime, ka poezi, praktikisht ideja është që t'i lëm hapësirën studentit të shprehet në çfarëdo lloj forme që ka nevojë. Ta kthejmë në një revistë vizuale, ku të kemi më shumë imazhe, të kemi më shumë dinamik imazhes se sa teksti. Më thënë, kjo është risia që po mundohemi të sjellim. A janë të ftuar të gjithë studentët që dëshirojnë të shkruajnë që kanë aftësi, apo të gjithë pa përjashtim pranohen dhe të shkruajnë çfarë të duan? Absolutisht të gjithë mund të sjellin një artikull, një shkrim që kanë dëshirë të shprehin edhe një gjë, edhe ngjyrën e një luleje. Ka secili ka nga një formë të tillë për ta shprehur atë gjë. Dhe nëpërmjet imazheve ne mundohemi pastaj t'i rregullojmë dhe t'i harmonizojmë në një farë forme tekstin dhe imazhin. Ndërkohë, ne pam në pamje aty që ishit një grup stafi redaksis, le themi, që e përgatit këtë revist, ndërkohë është numri i parë që ju keni nxjerrë tashmë në qarkullim, shpërndahet në ambientet e universitetit, apo është arrin edhe më tej, edhe për te universitetit? Fillimisht jemi munduar të shpërndajmë brenda universitetit dhe sigurisht çdo student merr 2, 3, 4 revista, kështu që në arrim ta shpërndajmë edhe jashtë. Po ideja është që në qoftë se një ditë se është ende eksperimentale, do arrim të nxjerrim jashtë hapësirës universitare të UET-it, do ishte një arritje shumë e madhe. Dhe gjithë koncepti është që kjo revistë është thuajse gratis, sa një kafe, se cili prej ne shpi një kafe çdo ditë, dhe të gjitha të ardhurat shkojnë për shtëpitë e fëmijëve, apo edhe për aktivitetet të tjera që kanë lidhje me sferën sociale. Ke në dorë ndërkohë numrin e parë, shohim që kjo është kopertina e parë, le themi me që është ajo më simbolikja, do të hyjë në histori si numri i parë i kësaj reviste. Besoj keni ndërmend të përfshirni edhe student në kopertina, student të suksesshëm, fotografi të tyre, keni menduar këtë gjë? Jo në kopertina. Se funksionojnë kopertinat e bukura, me thënë të drejtën. Jo në kopertina, ndoshta brenda po kopertina do doja që të ishte një gjë siç e pat kopertinën e numrit të dytë, ishte të mendojmë jashtë kornizave. Me thënë gjithmonë do jetë nga një çdo kopertinë do ketë një specifik që ndoshta nuk ka shumë lidhje me tekstin brenda, po që të paktën të ka të impaktin e parë, të tërheq, po, edhe të provokoj mendime tek studentët. Si mendoni ju, në fakt në kuadrin e gjithë këtyre zhvillimet aktiviteteve të ndryshme jashtë-shkollore, le të themi jashtë-shkollore, ky termi që jemi mësuar që të vegjël, po në fakt pak a shumë përtej programit akademik që studentët kanë. Sa është e rëndësishëm organizimi i jetës studentore në UET? Çfarë benefitesh sjell ai për studentin, për studimet e tij, sepse në fund fare le të themi qëllimi i studentit është që të mësojë, të studiojë dhe të diplomohet në fund, apo jo? Po, unë mendoj që aktiviteti në UET është i shumëllojshëm, sepse kemi klubet studentore, si që kemi shpjeguar edhe më përpara që kemi klubet e fakultetit ekonomik, të shkencave sociale dhe ati juridik. Kemi zyrën e projekteve që mbështet idet, propozimet që mund të kenë vetë studentët, dëshira dhe mund të planifikojnë në mënyrën e tyre një projekt dhe ta propozojnë të zyre projekteve. UET-i në këtë anë investon shumë.
Nga ana tjetër kemi dhe pjesën se ne kemi, nga ana e shkencave sociale kemi dhe deg të ndryshme, shumë kreative, që janë komunikim, dizajn, kemi piktora, ne kemi dhe nga kjo anë, kemi krijuar dhe pjesën e ekspozitës së fotografive, pjesën e ekspozitës së pikturave të ndryshme, me tema të ndryshme, dhe ato vjen në hollet e universitetit dhe që mund të shikohen dhe që mund të admirohen, sepse janë vërtet të veçanta. Pastaj kemi dhe pjesën e bamirësisë, që ne kemi sjell dhe aktivitetet të ndryshme, shitjen e ëmbëlsirave për që të gjitha shkonin në bamirësi. Kemi pas dhe aktivitetet për 100 vjetorin, për 100 vjetorin e pavarësisë, kemi pasur pjesën e punimeve artizanale dhe kjo ishte krijuar nga shkencat nga ekonomiku, nga gocat e ekonomiku që krijuan këtë pjesën se si mund të menaxhoni dhe lekët e fituara në mënyra të ndryshme. Gjithmonë shumë aktiv studentët, po kjo është gjithmonë në fakt pasojë e faktit që atyre i lihet hapësirë për të zhvilluar hobet e veta, pasionet e tyre, paralele dhe me zhvillimin e studimeve. Nga ana tjetër, sa ndihmon në socializimin me studentëve, diçka e tillë, organizimi këtyre aktiviteteve? Mund të them që ne kemi një mod në UET, moda 9-9, që do të thotë ne e fillojmë mësimin në orën 9 të mëngjesit dhe dalim nga kampusi në orën 9 të darkës, sepse gjatë gjithë kohës aty ka ose mësim ose diçka tjetër për të bërë në aspektin e jetës studentore. Dhe duke pasur parasysh këtë mod, ti je aty gjatë gjithë kohës dhe shikon posterat që në filan orë, në filan sallë organizohet kjo mbledhje, kjo konferencë, kjo ekspozit, ose shfaqet ky film, ose do takohet ky klub studentor. Pra të gjithë informacionet ne i gjejmë me postera rreth e qark shkollës. Dhe ajo që ndodh është që të gjithë studentët, duke qenë se njëherë shkon në një konferencë, njëherë shkon në një, le të themi, shfaqje filmi e tjerë, gjenë studentë që kanë interesat ndryshme, por që bashkohen në një pikë dhe socializohen. Me që përmendëm shfaqjen e filmit të gjithashtu, ti personalisht duket merresh me organizimin e shfaqjeve të ndryshme të filmave aty, kështu që normal që para 9-s nuk mund të dilet nga ambientet e universitetit. Duhet mbyllur bukur dita me një film të bukur në fund. Sa angazhohen në fakt studentët në këtë lloj aktivitetesh? Duke qenë se studentët janë një numër shumë të madh, por çdo aktivitet ka një specifik. Dhe jemi munduar që me stafin akademik të UET-it këtë vit kryesisht, sepse do dhe një farë kohë që ti të arish të perfeksionohesh. Jemi munduar që ti klasifikojmë studentët si mbas llojit aktivitetit. Pra, dëshira e tyre të jetë e ngjashme me atë që ata studentët të ndjekin. Dhe në aktivitetet të ndryshme, ne çojmë student specifik. Për shembull, nëse organizohet një takim me një ambasador të famshëm ose me një përfaqësues të një shteti tjetër në Universitetin Evropian, ne çojmë kryesisht studentët e shkencave të komunikimit, ato të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra, që ketë një lloj qasje me veten e tyre, sepse kjo e bën dhe më dinamike, nuk e bën thjesht një mbushje salle, themi në tema të rëndom, siç shpeshherë mund të ndodh, por e bën realisht akademike dhe e bën dhe që përfitoj diçka për te asaj që ai ka mësuar dhe të nesme kur ai mund të kthehet në shkollë, përveç diskutimit që mund të ketë, mund edhe me pedagogun në sallë leksionesh ose seminaresh të trajton probleme të ndryshme. Kjo e bën shumë më tepër dinamike jetën studentore të UET-it në për aktivitete që janë me sens akademik, sepse pastaj kemi edhe aktivitetet me sens sportive, kemi ato me sens argëtuese, të cilat janë jashtë orarit shkollës në një ditë caktuar, që nuk cënojnë pjesën akademike, duke mos pasur atë llojin e përfitimit që na ka thirrur universiteti, siç mund të ndodhi shpeshherë në një sedër kështu shqiptar, le të themi, por jemi munduar që t'i kuadrojmë brenda një klasifikimi më specifik të tyre dhe kjo patjetër që e bën jo vetëm interesant, por shumë frytëdhënëse për vetë studentin i cili investon kohën e tij në universitet dhe përgatitet për një treg pune i cili sa vjen dhe kërkon gjëra akoma dhe me më nivel. Ajo që më bëri përshtypje ishte fakti nëse do të ndalonin pak te qeveria studentore. Si është organizuar ajo? Dhe ajo që më bëri përshtypje është që juve bashkëpunoni me qeveritë studentore të universiteteve të tjera të mëdha në Shqipëri, apo jo? Qeveria studentore si qëllim kemi pjesën është një organizim i pavarur në radhë të parë, në nivelin e parë bachelor, dhe nuk zhvillon, nuk ka një karakter ekonomik apo politik, pra është thjesht për të ardhur në ndihmë. Fotot për shembull që jemi duke parë në këto momente janë në momentet të organizimit të një mbledhjeje
të zakonshme tuaj janë të qeverisë studentore? Ne nuk bëjmë vetëm mbledhje midis njëri tjetri, sepse qeveria studentore ka brenda senatorët, që janë përfaqësuesit e klasave të fakulteteve të ndryshme, kryetarët dhe presidenti. Por, takimet nuk bëhen vetëm drejt për drejt midis nesh, po kjo është ura lisë e qeveria studentore me drejtuesit e UET-it, që gjdo problem, gjdo propozim, hartim, mendimesh, të kaloj direkt në organet drejtuese të UET-it apo në stafin akademik. Kështu që kemi dhe mbledhje dhe vetë me presidentin, me rektoratin, me dekanatin, dhe kjo është, u dëgjohet fjala. Në momentin që përcillen problematikat e ndryshme, ata kanë dhe përfaqësuesit e tyre që i kanë dhe një status të tyre që mund edhe të shprejnë mendimet apo anketimet të ndryshme, cilësinë e mësimdhënies, hartimen të planeve të mësimdhënies apo tekstet të ndryshme. Po përsa i përket bashkëpunimit me qeveritë e tjera studentore? Kjo është një qëllim i këtij viti, sepse kemi parë që mund të bashkëpunojmë, pasi kemi pas kontakte nga universitetet të tjera për shumë projekte, po dhe pjesë bamirësie apo projekte thjesht vullnetarisht, kemi marrë pjesë dhe kjo ka qenë një mendim që pse mos të bashkëpunojmë me universitetet e tjera të pavarura në këtë mënyrë. Kështu që do të shohim edhe rezultatet e një bashkëpunimi të tillë, urojmë që të jetë sa më i suksesshëm. Dhe ndërkohë sigurisht do duam flasim për konferencat TEDx në UET, po kështu edhe për angazhimin në aktivitete sportive të grupit të sportistëve, le të themi, atyre që preferojnë të merren me sport, jo sportistë profesionistë, por ata që duan gjatë kohës së tyre të lirë të aktivizohen në palestra apo në ambiente të tjera. Do të vijë një material shumë interesant pas pak në pjesën e dytë të programit tonë. Kemi publicitet. Jemi rikthyer në studio, jemi këtu me studentë të shkëlqyer të Universitetit Evropian të Tiranës. Mendojmë që të fillojmë pikërisht në këtë moment për të flasim për konferencën TEDx të organizuar në UET. Brenton, ti je zyrtarisht përfaqësuesi le të themi që mund të organizosh një konferencë të tillë në universitetin tuaj. Më thuaj si ka qenë organizimi që keni kryer deri tani dhe çfarë ka ndodhur gjatë kësaj konference? Okej, për të rënë dhe shumë shkurt. Unë jam njohur me TEDx shumë herët, ndoshta 3 apo 4 vite më përpara, duke parë videot e fjalimeve të ndryshme që janë mbajtur në këto konferenca. TEDx-i është një format konference i nisur në Shtetet Bashkuara dhe pasi u pa që pati shumë sukses, filloi të organizohej edhe në vende të ndryshme të botës dhe nga TED Conferences u shndërrua në TEDx dhe X-i apo X-i do të thotë që ky event është i këtij formati TED, por po zhvillohet në mënyrë të pavarur nga stafi qendror në Shtetet Bashkuara. Dhe për ta zhvilluar këtë janë të licencuarit lokal, të cilët testohen, si më thënë, janë të aftë për ta bërë këtë punë dhe pastaj licencohen. Kështu që kjo konferencë ishte TEDx UET. TEDx po. Emri zyrtar ka qenë TEDx Evropian i Tiranës, sepse fjalën UET na e kishte marrë një universitet në Pakistan. Në Pakistan pas ka qenë ai, universitet Evropian i Tiranës. Filozofia e thjeshtë e konferencave TED është që të mos ketë akademizëm të mërzitshëm, që të zëgjumi, por njerëz që nuk e kanë shansin të dalin në një agora publike, të ngjiten skenë dhe të thonë idenë e tyre brillante. Dhe pati shumë oratorë, cilët ishin ata që ju ftuat për të folur gjatë kësaj konference? Suksesi i këtij formati është që përdor median sociale, sidomos online, për të bërë share, për ta shpërndar gjithande dhe në mos arrift tek 100 njerëz, 50 njerëz ndjejnë diçka për këto fjalime. Në UET ne patëm 3 të ftuar si speaker dhe shfaqëm 2 video nga eventet më parshme të konferencave TED në përbot. Ja jemi duke parë dhe fotot në këtë rast? Po. Fragmente pamje nga zhvillimi i konferencës? Të ftuarit tanë ishin Arbi Mazniku, i cili është në këtë foto, dhe sot është zëvendës ministër i arsimit. Ai foli pikërisht, si me thënë, për t'i bërë paraprit postit që do të kishte sot, për një reformim të sistemit arsimor,
mbi bazën e filozofisë së shanceve të barabarta. Dhe për t'i rënë shkurt me një fjali, ideja e tij është që ata fëmijë në fshat të cilët prindrit e vet nuk i ndihmojnë dot me të njëjtin kapacitet për detyrat e shtëpisë, siç prindrit në qytet ndihmojnë fëmijët e shkollave të qytetit, le t'i bëjnë detyrat e shtëpisë në klasë, aty ku mësuesja mund t'i ndihmojë, dhe kështu kur ata dalin në universitetet që janë në Universitetin e Tiranës apo të vendeve tjera, kanë shanse të barabarta dhe start të barabartë me nxënësit e tjerë. Student kishte që referuan? Apo ata ishin me që ishte herë e parë, ishin në statusin e dëgjuesve, edhe besoj që salla ka qenë e mbushur plot. Nuk kishte student, po kjo nuk është sepse ne i diskriminuam, po çështja është që përzgjodhëm disa gjëra pikante. Speakerja e dytë ishte Esmeralda Hoxha, e cila ka organizuar Let's Do It Albania, Le të pastrojmë Shqipërinë në një ditë, dhe i treti ishte pedagogu i shkencave sociale në Universitetin Publik e në Popi. Bukur. Ky ishte TEDx për Universitetin Europian të Tiranës, i organizuar herë e parë, që me siguri do të pasojnë edhe shumë të tjera, kështu që ju urojmë shumë suksese. Ndërkohë do të ndalojmë tek aktivitetet sportive. Andi, ti je drejtuesi i klubit sportiv të universitetit? Po, këtë vit duke qenë se zyra aktiviteteve të studentit merret me çdo gjë që lidhet me jetën wet, edhe pjesë aktivitetet sportive, kuptohet sepse shëndeti nga sporti vjen, kështu që një mendje shëndosh në trup të shëndoshta. Patjetër, kështu që të kemi intelektual të mirë në radhë të parë do të jetë sportist të mirë apo trupa të shëndetshëm. Dhe në këtë aspekt, këtë vit u angazhova me këtë pjesë, në pjesën e aktivitetit sportiv. Një ndër aktivitetet më të rëndësishme që UET-i pati këtë vit ishte kampionati i futbollit, jo ai mini futboll, po i futbollit të madh në stadiume, midis universiteteve private që u zhvillua në Tiranë, dhe ku, fatmirësisht, Universiteti Europian me talentet e tij real, që vinë nga sporti disa për tyre dhe profesionistë deri në nivel të kombëtares shqiptare, përfaqëson universitetin dhe ku ne fituam edhe kampionatin në finale dhe kështu që i kampion, pasi një tjetër kup UET-i në këtë rast. Edhe plotësuam atë kuadrin që ne jemi kudo, të logos Universitetit Europian të Tiranës. Do ta pranojmë këtë kudo, në çdo fushë. Dhe si kudo që jemi dolim dhe kampion përveç se jemi kudo. Dhe ndoshta do na dilni edhe kampion të kickboxit, sepse materiali që do të cillim janë pikërisht të studentët e Universitetit Europian të Tiranës, të cilët përveç ose në tëra të gamën e shumë sporteve në të cilat ato frekuentojnë, merren herë futbolli, herë sportet të tjera, pikërisht në ambientet shumë pranë universitetit tuaj. Ky grup studentor, i cili është i pasionuar pas sporteve, ka zgjedhur të ndjek kursin e kickboxit. Do ndjekim gjithçka kemi realizuar. Ndjekim. Sporti është mënyra më e mirë për të kujdesur për trupin tonë. Përmes aktivitetit fizik, çdo kush mund të përqendrojë energjitë në funksion të mirëqenies së trupit, mendjes dhe organizmit. Qëndrimi në formë, adrenalina dhe shumë benefite të tjera që përfitohen nga aktiviteti fizik, ka shtyrë një grup studentësh të Universitetit Europian të Tiranës, admirues të sportit, të bashkohen në një klub sportiv. Ata kanë zgjedhur një palestër pranë universitetit për të regjistruar në kickboxing. Ky sport, shumë interesant, po kthehet si kurse në shumë vende të botës, edhe në Shqipëri, në një tendencë për shumë të rinj. Etapa e parë. Nisin ushtrimet përgatitore të nxemjes, në ndërtimin e profesionistëve të vërtet. Djemt dhe vajzat fillojnë të ushtrohen në palestër, të pajisur me të gjitha kushtet e kërkuara. No, we just want to be right now, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We start the fire, then we burn it up. When it's over now, we got the love. There's no sleeping now, no sleeping now, sleeping now. It's turning down, they don't know what they heard. Më pas vjen dhe pjesa më interesante. Ajo e veshjeve të dorezave dhe mësimit të teknikave bazë të gjuajtjeve. Pasi mbarojnë me fazën përgatitore, studentët i ndjekim edhe në 2 luftimet në ring.
Si një sport që vendos në punë të gjithë muskujt e trupit, kickboxing ndjek në mënyrë perfekte kalorit, duke u shndërruar në një mjet perfekt dobësimi. Atëherë, kam zgjedhur kickboxing sepse është një mënyrë shumë e mirë dobësimi për të mbajtur dhe trupin në formë, si dhe për të mësuar teknikat e mira të vetmbrojtjes. Nëpërmjet kësaj disipline sportive, përfitohet gjithashtu edhe një shkarkim i jashtëzakonshëm i energjive negative, por edhe mësohet vetkontrolli. Arsyeja pse qendrem këtu sot është sepse këtu mund të harxoj energji negative të cilat i kam gjatë ditës, dhe një tjetër avantazh është sepse unë kam pranë shkollës time, Universitetit Evropian, plus që mbaj veten në aktivitet fizik. Dëshira për të jetuar shëndetshëm, por edhe kurioziteti për të provuar një disiplinë të re, i ka bashkuar këta të rinj në klubin sportiv UET, një formulë e suksesshme e këtij institucioni. Materiali përgatitur, kickboxing, një tendenca, trendet më të reja, le themi, të gjithë të rinjve, kështu që shumë urime edhe për UET-in, i cili është gjithmonë në avangard, le themi, të këtyre ideve të reja. Ndërkohë, një moment tjetër, për cilin do doja të bëja një pyetje, ende në fakt nuk është bërgati me sa diun karta studentore, por është një ide shumë e mirë, e cila do t'i vi në shërbim në ndihmë të studentëve. Kur do t'jetë gati karta studentore UET-it për studentët? Në moment, mendojmë semestrin e parë, sepse kemi marrë si qëllim, pasi do ketë shumë lehtësime vetë studentin, bibliotek, librari, brenda ambientit të UET-it, por edhe jashtë ambientit të UET-it, dyqane apo klube, apo mund të jetë dhe në bibliotekat të ndryshme. Kështu që është një mendim shumë i mirë dhe po është në zhvillim e sipër. Është në procese sipër, kështu që shumë shpejt do ta kenë në duart e tyre një ndihmë më shumë për gjithë studentët që studiojnë pranë UET. Cili është, kur del numri tjetër i radhës si revistës? Në fillim të nëntorit. Në fillim të nëntorit. Materiali më i fortë që keni në këtë numër? 2 materiale më të forta. I pari është replika kundrejt kritikës që është bërë doktoraturave të Universitetit Evropian, dhe i dyti është falsiteti që ekziston në networkun social. Interesante kjo tema, madje mund ta huazoj edhe unë për programin tim, shumë e bukur. Me shumë dëshirë. Do t'ju ftoja madje dhe juve. Faleminderit shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi që ju pata, shumë suksese në këtë vit akademik, juve dhe gjithë studentëve të Universitetit Evropian të Tiranës. Faleminderit dhe suksese. Ne të dashur miq do të kemi publicitet, takojmë pas pak me një tjetër të ftuar.